Po do tjetër sepse ke disa tani ato pastaj ti shpërtheve, pastaj në 90-ën, aty janë ato më të bukura të tua. Tani kjo është foto disi e vonë, është 2003. Jo, kjo. Ecim një foto tjetër se nuk e ke, domethënë kanë ato të spektakleve. Po. Ecim një foto tjetër? Edhe kjo, këngët e shekullit. Kjo është një foto epike do ta quaja. Pse? Po sepse kaq personazhe sa janë aty. Në një foto kaq legjenda në një foto. Po, është pjesëmarrja këtu shumë e madhe, mund të kenë qenë gati 100 e ca vet. Është kor i lira, por të mbledhësh gjithë yjet e muzikës në një natë si kjo. Si e bëre? Dëshira, pasioni për të bërë diçka të bukur, plus që programi të cilin e bëra me shumë dashuri, spektakli Këngët e shekullit, vërtet që pati një eon të jashtëzakonshme dhe përfshiu këtë pjesën emocionale të kujtimeve të muzikës së bukur shqiptare. Ishte programi i parë që bëj me muzikën e viteve gjatë regjimit komunist. Gjatë regjimit, kështu që një rikthim ishte paksa i guximshëm sepse si do tingëllonte etj. Por imagjino, aty është Luan Zhegu, Ema Qazimi, Milena Kondakçi, Faret e Lazo, Arte Babaramo, Ermira Babaliu dhe shumë artistë të tjerë të rinj, po aty Mariza Ikonomi, Anjeza Shai, por shumë artistë të emra, firma, Toni Tërshana, Sherif Merdani, etj. Një pjesë nuk jetojnë tani. Po. Pandi ti ke bërë një gjë të jashtëzakonshme, po pyetja ime e vetme është, a je i përgjegjshëm se çka ke bërë? Unë kam bërë atë që kam dashur. Jo, ti ke bërë atë. Unë kam bërë, nuk mund të them që po them unë kam bërë çudirat, po kam bërë atë që kam dashur. Kam bërë një gjë me shumë dashuri, kam bërë një gjë duke menduar që po i shërbej kulturës së këtij vendi, memorjes së këtij vendi. Po, edhe memorjes. Por në radhë të parë t'i shërbejmë edhe njerëzve që kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, të cilët ndoshta sot ndihen aty ku janë për ato shtëpizat e tyre dhe që jetojnë me ato pensione modeste. Por kontributi tyre dhe talenti tyre është i jashtëzakonshëm. Kanë qenë njerëz që kanë kaluar nëpër filtra, po them unë, po them filtra profesional, domethënë. Nuk dilte njeri në skenë në kohën që unë i kam gjetur. Kaq lehtë si të dalin sot. Po, pikërisht. Nuk dilte kollaj njeri. Nuk bëj njeri i famshëm kollaj siç mund të jesh sot. Ja, kjo është një gjë e jashtëzakonshme. Ky është fondi i artë i asaj që ti ke bërë dhe ke lënë Pondilaço. Foto tjetër. Dhe fillimi ishte me shifrën 100 këngë të shekullit. Po, 100 këngë të shekullit, 100 këngë të shekullit. Këtu me Radoj, me profesor Robert Radon, të cilin e duam shumë për një kontribut aq të vlefshëm dhe të jashtëzakonshëm që ka dhënë për muzikën shqiptare, por edhe për muzikën e filmit, si një orkestrues, si një artist, si një drejtues, si një zbulues talentesh. Zbulues talentesh, një profesor i cili ka nxjerrë nga duart e tij talente si Inva Mula, Ardit Gjebrea, e shumë të tjerë, domethënë respekt për këtë figurë të shkëlqyer të muzikës dhe të kulturës. Pandi, e kanë ndirë artistët, këngëtarët, instrumentistët që domethënë u ndjen vlerësuar me këto 100 këngë e shekullit, me këto puntadat që ti bëre? Absolutisht besoj se po. Ta shprehin? Po, në momente të caktuara edhe shprehin, po kur e shpreh audienca, kur e shpreh njerëzit që ne takojmë, ajo është kënaqësia më e madhe. Foto tjetër dhe pyetja është, muzika ishte më cilësore deri në 90-ën? Vera. Muzika ishte, nuk mund të them që ishte më cilësore, sepse çdo muzikë ka kohën e vet dhe ne duhet të pajtohemi edhe me zhvillimet e muzikës, pavarësisht se unë sot jam një njeri i cili shijoj atë muzikë që ke shijuar edhe ti. Shijoj edhe unë Final Countdown. Por uroj që ky moment mos jetë Final Countdown për muzikën në përgjithësi
në nivel global, sepse si çdo gjë ka ndryshuar, është transformuar, le të themi, ka ndryshuar, por kjo është procesi, s'ke që bën, domethënë. Do të vë disa foto të bashkëpunëtorëve të tu dhe një impresion diçka me Verën ti ke bashkëpunuar që në 90 mos gaboj. Që në 89-ën. 89-ën, po. Në 89-ën me kë spektakël? Vera ka qenë një tjetër njeri me mbrëmjet muzikës popullore. Ti ishe skenarist? Unë isha skenarist. Vera ishte regjizore. Vera regjizore, Vera ishte regjizore që pati besim tek unë si një skenarist dhe tek mbrëmjet e muzikës popullore. Unë kisha filluar të thash ato muzika dhe dëshirat me letrat. Ajo tha, unë do punoj me këtë laçën, tha, këtë radhë. Po, kuptohet energjia e një të riu, ndoshta ajo mendësia që kisha unë, edhe më ofroi atë bashkëpunimi, i cili më vleti shumë në karrierën time. Por do të kujtoj dhe Leonard Gjatën, ndjes pas regjizori, i cili për herë të parë më ngjiti në skenë. Në studio, më dha programin e parë për të prezantuar, ka qenë një emision sporti në 90-ën, emocione në 90. Po, e majmë shumë mirë. Po, një konkurs sportiv që... Tani, më thuaj diçka për Verën, që është ky personazh, se kështu ka mistere se rri në backstage gjithmonë. Vera është një dinamit që pret të plasë nga moment. Po, është një njeri gjithë energji në këtë aspekt, në këtë sens e themun. Është një njeri me shumë energji, me talent. Absolutisht po, me një intuit artistike të jashtëzakonshme, me vizion, me një talent i cili spikat, le të themi, jo vetëm tek evidentimi të bukurës dhe tek i gjetjes i ides, por edhe tek ai kurimi që i bën spektakleve dhe produksioneve të veta në çdo detaj. Foto tjetër? Adi. Çfarë impresioni, çfarë ke, sepse është fikse ajo 90-91 filloi. Po, me Adin kemi filluar të bashkëpunojmë. Adi kishte bërë një program ndërkohë në televizion dhe spikati si një nga figurat më inovative të televizionit, si një prezantues i cili të kujtonte tamam shkollën e mjeshtrave italian. Me një shkathësi, me një lloj improvizimi po edhe një artikulim vërtet për t'u admiruar. Dhe programi i parë që kam realizuar me Adin ka qenë 12 vallëzime pa një të shtunë. Tani na shpjego, ti e ke shpjeguar një herë, po kam qef ma shpjego dhe një herë atë që ke shpjeguar pse 12, pse i vure 12-ën. Atëre, në atë kohë, si të thuash, punoj me cikle. Do më thënë, një staf merrte përsipër që të realizonte një cikël programesh. Kishte filluar kjo që në fundin e viteve 80 me bashkë me ju ose stafeta e këngëve që i kishte realizuar Vera Grabocka në pallatin e sportit Partizani, por mbas 90-s filluan të ndryshojnë gjërat. Dhe gjërat filluan të ndryshojnë në kuptimin e një lloj fryme i çik liberale, një lloj tendence për të sjellë programet moderne që ne shikonim në televizionin italian. Edhe Adi, pa diskutim, është një nga ata që pavarësisht se kishte punuar në një projekt në televizionin shqiptar, u pikas nga Grabocka dhe u bëm një ai ekipi simpatik në programin 12 vallëzime pa një të shtunë. Dhe ishte thjesht ideja ndoshta e udhëheqësit artistik të Shaqirit që të realizonim 12 javë, 3 muaj, se s'mund të zgjasnin programet pafundësisht. Ndoshta mbrëmjet e muzikës popullore që ne kishim realizuar në 89 nga qenë më gjatë. Po, aty ishte më gjatë. Por program që, le të themi, filloi të ndërtohet edhe në aspektin e grilës programative të një televizioni ishin këto. 12 në Hollywood, rreth fatit për 12 javë, po ky ishte i pari, ky është 12 në Hollywood nga skenografia. Dhe bëre mirë që më kujtove sepse një bashkëpunëtor shumë i mirë ka qenë dhe Stefan Gajo,
të cilin e shoh në që është aktivizuar me ato filmime dhe atë arkiv të jashtëzakonshëm që ruan, dhe ka qenë vërtet një mjeshtër, edhe pali pa diskutim, por një mjeshtër i cili ka sjell vizionin e tij, atë le të themi këshillën dhe konsulencën në çdo aspekt të produksionit. Nuk punoi siç punoj sot, që e bën, le të themi, producenti programin. Atëherë punoi në grup. Qartë.